Gazet dhe vetitë e tyre. Në figurë shohim dy fëmijë të cilët lozin me tullumbace. Shohim vajzën e cila fryn tullumbacet dhe djaloshin i cili i mban ato. Tullumbacet janë të mbushura me ajër, që do të thotë se ajri nuk ka formë, por ka marrë formën e tullumbaceve të cilat i ka mbush me ajër. Nga kjo mund të themi se ajri nuk ka formë, por formën e ka marrë të tullumbaceve që ato e kanë. Po gazrat të tjera cilat janë përpos ajrit? Është avulli i ujit që del nga uji kur ai vlen, tymi që del nga gjaku i shtëpisë, e kështu me radhë janë këto gaze. Gazet përfshin tër hapësirën në të cilën ndodhen të mbyllura, do me thonë gazet dallohen me vetinë e zgjerimit. Sasia caktuar e një gazi, për shembull në një shishe të mbyllur, nuk mund të jetë e përgjysmuar sikur rasti te lëngjet, kur një sasi e lëngut që vendoset në enë mund të jetë deri në gjysmën e saj. Ajri do të përhapet në përtër hapësirën e enës, në këtë rast të shishes, që do të thotë se e kanë vetinë e zgjerimit. Pra gazet e kanë vetinë e zgjerimit. Edhe gazet po ashtu janë të përbëra prej molekulave. Duke lëvizur molekulat e gazit afrohen dhe largohen prej njëra tjetrës, kjo largësi ndërmjet molekulave të gazit ndrohet shumë lehtë. Si rrjedhim kemi ngjeshjen dhe bëmimin shumë të lehtë të gazeve. Pra gazet mund të ngjeshen në qoftë se mbi to veprojmë këto në një forcë, dhe po ashtu mund të bëmehen në qoftë se ngritet temperatura. Gazet dallohen me vetinë e zgjerimit. Ato ngjeshen dhe bëmehen shumë lehtë. Po ashtu për gazet tham se nuk kanë as formë, as vëllim të caktuar, por gazet e marrin formën dhe zën vëllimin e enës ku ndodhen. Shembuj të tjerë të cilët tregojnë se gazet nuk kanë formë dhe vëllim, ju mund të merrni nga literatura tjetër. Dhe tani po a japëm një detyrë. Përpiquni që ta plotësoni këtë tabelë me disa trupa të ndryshëm dhe pastaj të identifikoni se cilet nga ata trupa të cilët ju i keni shkruar janë në gjendje agregate të gazit. Tabelën mundohuni ta zgjeroni edhe me tutje me shembuj të cilët juve ju kujtohen sigurisht.